Mirëmbrëma dhe përshëndetje, po fillojmë emisionin Syt 4 në televizionin Syri. YMCA është ndër organizatat më të njohura në botë që ofron një sër shërbimesh dhe programesh bazuara në komunitet, duke përfshirë aktivitete të ndryshme. Por në një botë që po ndryshon në mënyrë dinamike, cilat do të jenë ndikimet në këtë organizatë. Do të flas sonte me drejtoreshën e kësaj organizate për Kosovë, Dorina Luka Davis. Mirëmbrëma, mirë se erdhët, Dorina. Faleminderit për ftesë. Do të filloja me atë që po shqetëson dhe sigurisht është shqetësim për gjitha organizatat ndërkombëtare në botë, reduktimi, ndalja e fondeve amerikane për shumë organizata. Nuk do t'ju t'i përmendi veç e veç, por ndikoni dhe ju nga këto vendime. Faleminderit për ftesën. Normal që shoqëria civile për momentin është në një situatë shumë interesante kështu në nivel global, jo vetëm të fondet e USAID-it specifikisht, po në përgjithësi shumë qeveri e kanë ndryshuar qasjen ndaj shoqërisë civile, sidomos ato qeveri të cilat ndoshta demokracia nuk është shumë e zhvilluar, po nëse flasim specifikisht për USAID, nuk ka qenë kjo vetëm për shoqërinë civile, ka qenë edhe për shtetet, specifikisht programe shtetërore të ndryshme, janë nalë për të gjitha botën, të gjithë botën e të gjitha shteteve, mendoj, edhe njëjtë edhe në Kosovë. Ne edhe disa organizata që punojmë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk është që kemi pas ndikim drejt për drejt. Shumica atëve që kanë pas fonde prej USAID-it janë ndiku, na kemi një grup të madh njerëzve në Kosovë të cilët punojnë në shoqëri civile, që mos harrojmë shoqëria civile është ai balanci i demokracisë për një shtet. Edhe secili shtet i ka tre sektorët, politik, privatin edhe shoqërinë civile, sektori i tretë është fundamental për mi majt balancin. Në këtë rast, nëse flasim për USAID, po janë individ ose organizatat të cilat janë ndiku, në fakt disa janë ndiku shumë, edhe sa që e ka disbalancu komplet shërbimet që i ofrojnë, duke pas staf të cilët janë duhet mi lënë prej punës, mi largu pi punës që mos harrojmë këta individ kanë familje, kanë obligime, kanë kredi, kanë fëmijë, do thotë, por unë e kisha desh nështë mi drejtu kohë një drejtim tjetër, që po kuptojmë që ajo është një vendim ndërkombëtar të cilët Shtetet e Bashkuara e kanë marrë, të cilët ata kanë të drejtë, se është shteti vetë, dhe janë tatimet e shtetit e vetë. Por është mirë me po shkabon vendi për shoqërinë civile. Se për shembull, koha ku Kosova ka marrë shumë fonde, ka përfitu nga grante të ndryshme, pjesërisht ka përfundu, nuk e tham tërësisht, po ka përfundu. Shteti tash ka obligim ndaj shoqërisë civile, normal që ku të flas shteti, flas mjetet buxhetore nga tatim paguesit. Nuk po flas. A mund të financojë shteti organizatave qeveritare, domethënë, a praktik kjo? Është praktik normale, se për shembull mos të harrojmë që shteti, parat të cilat krijohen, buxheti i shtetit bëhet prej tatim paguesve. Edhe njerëz që punojnë në shoqëri civile janë tatim pagues. Janë disa formata, a humb pavarësinë, kredibilitetin shoqëria civile nëse shteti ndan nga buxheti mjete. Po, unë tash për çto muj me ngreni paralele mase YMCA është organizata më e vjetër në botë të rive. Na si vjet i bëjmë 180 vite. Edhe normal që nuk kemi mbarë për shtetit për me mbjetu. Për këto janë modalitete të ndryshme. Pjesërisht shteti hap thirrje për grante, edhe nivel lokal ose qendror, ku organizatat shoqërisë civile aplikojnë. Ajo është një format tjetër i cili është edhe me strategjinë e kaluar prej shoqërisë civile qeveri, është një strategji e cila ka ekzistuar, tash është punuar e dyta. Aty thotë që shoqëria civile mundet me kontraktu për shtetit për shërbime. Për ta marrë shembull, nëse kemi një jetim strehimore për fëmijët jetim ose për rastet e dhunës në familje, janë të lloj programeve të cilët shteti për momentin në Kosovë nuk mund t'i ofrojë vetë. Edhe shumë shtete tjera edhe nuk i ofrojnë vetë, sepse besojnë te shoqëria civile që e bën punën edhe më mirë se sa vetë vendi. Po te këto shërbime sociale, po. I blen shërbime, do thotë i shet shoqëria civile shërbimin shtetit, domethënë nëse na kemi ekspertizë si organizat për rini, për marrë shembull
drejtëria për rinin në Kosovë ose nivel lokal nuk është shumë e fuqishme, shteti e kontrakton 1 ose 2 ose 10 OJQ që punojnë me rinit, të cilat jenë të profilizuar, jenë ekspertë në qatë fush, edhe ato pagu e shesin shërbimin. Flas kushtimisht e shesin. Te programet sociale në rregull, por për shembull te monitorimi i ligjeve, të monitorimi i sistemit drejtësisë. E tash kjo është diskutabile nëse. Për çeta, kur të flasim shoqërinë civile, I ndojmë në grupe pastaj. Është normal që janë mediat, edhe janë OJQ-t, edhe aty te OJQ-t janë asociacionet, janë fondacionet e të tjera. Kjo shkëmbëtik është shumë e vërtet. E për çeta, tash nëse organizohemi me ndo, ne zakonisht kemi zhvilluar, desha mendosh edhe formati tjetër, që organizatat krijojnë vetë fonde, të cilat e mojnë pavarësinë në mënyrë me kritiku vendin, me kritiku politikat, sepse ti faktikisht nuk mvarrësh prej buxhetit shtetit. E për që ta ekzistojnë në botë institucione të mëdha dhe fondacione, të cilat japin fonde për filantropi në aspekt të ndryshëm, për shembull kjo organizata në botë të cilat vetëm fondacione që vetëm janë të specializuar me jap OJQ-ve fonde të cilat punojnë kundër korrupsionit, domethënë punojnë me fuqizimin e ligjit, monitorimin e politikave zhvillimore e të tjera, ato marrin fonde prej këtë në mënyrë të pavarur. Do thotë është sektori I shoqërisë civile është shumë kompleks, po shumë I rëndësishëm, po shumë I lloj-llojshëm. Domethënë të ne në komunitetin ton, sektorin e tretë, I kemi përveç normal mediat që janë atë që cilën e mbrojnë fjalën e lirë, e cila është baza e një vendi demokratik, po pastaj ki ato që ofrojnë shërbime, edhe ki të tjera të cilat punojnë programe zhvillimore, domethënë të ndryshme, monitorojnë politika, avokojnë, ngrisin vetdije, për shembull, çfarë patëm rreshtas ditën ndërkombëtare të domethënë të autizmit. Organizatat janë ato të cilat për shembull ka mund të qenë një grup I prindve të cilët I kanë fëmijë me autizëm, e kanë krijuar një organizatë dhe kanë misionin e qartë për të fuqizuar, edhe ata do thotë është ai kanali tjetër I shoqërisë civile të cilat ngrisin vetdijen popullit. Mos harrojmë për shembull personat me aftësi të kufizuara në Kosovë para luftës e kanë pas një statut tjetër ose mënyrë që ju pasur si shoqëri ndryshe shihen sot. Do thotë kjo është krejt kontribut I shoqërisë civile ose rastet e viktimave të dhunës seksuale në Kosovë. Mas luftës, veç mas luftës edhe deri tash ende ka shumë stigmatizim ndaj tyre. OJQ-t janë ato të cilat e kanë ndryshuar këtë realitet. Ne për shembull fuqizimi I pozitës grusë në Kosovë është bo fal avokimit të madh, domethënë organizatat avokuese që është rrjeti I grave të Kosovës, që edhe ne jemi antar edhe e shtym agjenda të tilla përpara. Po në këtë situatë kur ka reduktim të fondeve të huaja për organizatat qeveritare dhe në një pamundësi që shteti të ndërhyjë dhe të financojë ato, a duhet ketë më shumë gatishmëri për filantropi në Kosovë? Kemi shumë biznesmen fuqishëm, edhe në diasporë që veprojnë, edhe brenda vendit, por pak japin për shoqëri civile, për organizata. Si mund ndryshohet kjo mendësi? Unë I kisha pa disa pika këto. Një, shteti e ka obligim me do fonde për shoqërinë civile, sepse ato janë para të tatim paguesve. Në rregull. Unë personalisht jam kundër që shteti ta financojë shoqërinë civile unë po kuptoj pse po thu, se për shembull në momentin që organizatat mvarren për fondeve të shtetit, në Kosovë ekziston mendimi që ti nuk mundesh më me kritiku sepse ata t'japin parë. Duhet me kuptoj diçka. Ata kërkush nuk është atë, ato parë janë të krejt popullit. Edhe ne bëjmë shërbimin. Interferimi është më lehtë. Po tash ajo është në demokraci të dopta. Kjo funksionon. Në fakt, mbas studimeve të ndryshme, sa ma e dopt demokracia, aq ma e madhe është kontrolli I shtetit në OJQ. Për sa ma e zhvilluar demokracia, aq ma e vogël është kontrolli në shoqërinë civile sepse I besojnë. Domethënë kanë një besim, e tha për filantropin një vend I cili është shumë vende kemi partner, po SBA është e ka një kulturë tepër të avancuar të filantropisë. Ti mundesh me qenë nuk ka rëndësi çfarë partie, çfarë komuniteti, çdo herë në kohën e krishtlindjeve
është ku jepin më shumë të mjete, shumica normale e popullit janë krishtian, ata kanë kulturë që çdo herë në kohën e Krishtlindjeve, secila familje e gjen ka një OJQ që e lidh diçka me çat organizohet. OJQ do thotë edhe jep fonde. Ne kemi shumë shpesh donator individ të cilët e përcjellin punën tonë në Kosovë, që e bojmë me tri, edhe ka raste njerëz që kanë ardhur një herë për vizitë në Kosovë, e kanë shënuar në ato letrat e veta, dokumentat e veta në SBA që janë, që unë këtë vetë do më jap prej ose prej se është një format në SBA që mund është pitatimeve mi kthy, e më jap për bamirësi Kosova se ka ende, po ti mund të thonë që kaq parë unë do më jap që se organizohet. Ne kemi filluar tash me kampjet e Zhani për shembull, kemi njerëz individ të cilët janë kohë një herë e dojnë Kosovën, familjarët tonë nashta janë kohë në luftën në Kosovë, domethënë prej forcave të NATO-s, ose janë lidh me historinë e zhvillimin e Kosovës, vetëm kur kuptojmë që në fillim vitin janë njoftojnë që ky individ, që kjo familje ka desh me jap nashta $2.000 për një grup të rive që shkojnë në kamp. Por kjo nuk po ndodh brenda Kosovës. Tash po vëdojmë arta, do të thonë që kulturat e avancuane e kanë këto të inkuadrune, po nuk e shohin me lup shoqërinë civile, se na halon Kosovë jemi shumë pa zhvilluar në demokraci, na a thush ka pe bojnë këta, a thu kujt i shërbejnë këta, tash është krijuar një narrativ i cili është komplet jo demokratik, se na jemi një sektor shumë i rëndësishëm për vendin. Na mrrim ku kur as shteti nuk mund të mrri. Na shkojmë punojnë organizatat tona, partnerë shkojnë punojnë me raste të dhunës seksuale, që na nuk i njohin fytyrat e OJQ ofrojnë shërbime për ato. Do të thonë na kemi raste ku japim bursa trive të cilët ndoshta shumicës nuk i intereson, por ne mund të intereson një ri i cili ka marrë një bursë në vend edhe është aftësuar për jetë. Grupet e marginalizuara ose komunitetet Roma Shkali Egjiptian, por nuk jo vetëm për këto, për të gjithë. Që rastin të YMCA ne ofrojmë aktivitete për krejt të rinjët. Nuk ka lidhje prej kohë që vinë, neve na intereson vetëm me qenë i ri dhe më jap një rrugë të marrë që me mujtë ata mu zhvillu edhe mu kon kontribut dhënës edhe për shtetin, po edhe për familjen edhe për veti. Tash diku me pajtohem, diku jo, lidhur me shtetit, kështë thonë demokracia sa ma pak e zhvilluar, aq ma shumë lupa në shoqërinë civile, shka pe bojnë, në konë këta. Do të thonë, na kemi për momentin një format komunikimit publik jo të mirë, lidhur me pozicionin e shoqërisë civile. Na kemi njerëz gazetarë, na kemi njerëz që punojnë në shoqëri civile që janë shumë të ndershëm, punojnë ditë për ditë për me majtë gjallë, me shtyt demokracinë në vend, ka raste që konstant sulmohen bas opinionit individual. Tash, në demokraci amerikane, sidomos, se cilën njihen si më fuqishëm janë botë, jo konformistat respektohen. Jo konformist, do të thonë, është dikush i cili ka një opinion të ndryshëm. Konformist, kur është dikush që vetëm i përshtatet turmes. E na në Kosovë na kemi nevojë për ma shumë jo konformista, me kuptu që kur ulem me bë debate, me parasysh kush je, prej kujt vjen, çish mendon. Na duhet më kongjeni me ta kuptu, me mundu me dëgju dhe me ta respektu opinionin. Na s'kemi nevojë pas opinione të njëjta. E këto amon demokracia. Nëse na nuk e dojmë demokracinë, nuk e dojmë opinionin e ndryshe, nuk e dojmë ajo që mendojnë ndryshe ose që janë zëshme, atëherë na nuk pidojmë demokracinë. E pas kem keq kuptuar ashta. E kjo nuk është korrekt, mos mi dash demokracinë, se shumë sakrificë kena bërë për këtë vend si popull. Kemi me gjenerata. Tash pe kthehem te punët e sektorit, se tha, nëse shteti unë mendoj që duhet me jap, se secili vend jep, edhe Amerika jep, se secili vend demokratik e ndon buxhet, po paralel me to, diçka që ende s'është bën në Kosovë, nuk ka aktivitete ekonomike të shoqërisë civile. Për shembull, të vetë financimit mendon? Qartë që. Për shembull, kemi raste ku bojmë prodhimin e kutadione, ujit ose do shisheve diçka ose na kemi një kompani në komunën e Gjakovës e cila bën riciklimin e xhamit. OJQ që mbrojnë ambientin, mundën me zhvillu një aktivitet ekonomik tillë, shesin një pjesë, ajo nuk është profit. Ato mjetet e cilat hynë me ligjen të rregulluar dhe është ligji edhe për ndërmarrje sociale në Kosovë, ato mjete këta i kanë buxhetin e vet. Domethënë një pjesë aplikon për grant, këto, edhe një pjesë kanë të veten edhe jep pavarësi, e diversifikon fondin, edhe
ki opinionin lidhe me ambientin. Ato që dalin lërshëm dhe thonë që nuk është mirë lumejnë tonë që shënë dytë, nuk është mirë ajri jonë, nuk është mirë për login rrugë. Ato e kanë lirin. Ba sektore edukimit fondeve dhe mund t'i nxisin tani më ojo që të mendojnë për vetë financim më shumë. Qashtu, e ka, po nuk kishim shpresu që mos më kohën që kjo arsyeja për ne me mendu. Ne mos harrojmë që para tash disa vite ka mbo që Kosova jeton në sanksionet e Bashkimit Evropian, të cilat ato fonde që jënë du të më japë, që faktikisht nuk jënë du të më japë se ato jënë tatim paguzve të Evropës, ata mundën më japë, mësë më japë se është zgjedhjet tënve, ato mjete, një pjesë të tënve ka shku për shoqëritë civile. Edhe ato jënë nalë, ta shunalë edhe të USAID-it. Unë e mendoj që shka është korrekt në vende e momente krize. Së është një lloj krize me dashur të padashur, më duket se cili prej neve ndin pak se nivel global nuk është atmosfera një që shkojnë më relaksuese si përpara. Ne tash shka kishte qenë një sugjerim se kur kemi vështirësi është mirë mendu për zgjedhje në kuptimin problemeve. Një veprim i mirësardhën kishte qenë nëse shteti jonë e kishte kriju një fond urgjent për organizatat e shoqërisë civile. Mos harrojmë që shumë njerëz që kanë punu në programet të USAID-it, thash më herët, këta janë bet pa punë, ata kanë obligime familjare, ne nuk jena si organizat, por shumë kolegë që i janë ndiku, njerëz në Kosovë kanë kredi, ato kush i pagun? Do të thonë ata duhen i pagu. Nëse i kanë fëmijët në qerdhe, i kanë fëmijët në shkolla, kanë ushqim, do të kanë obligime, edhe është një krizë tash midis një sektori i cili është shumë i rëndësishëm. Shteti në këtë rast duhet me bëni hap përpara. Stash në ai bet alo qeveria nuk është formuar, por kushdo që është duhet shpresoj që duhet me pas një qasje më proaktive ndaj shoqërisë civile, se do të thonë minimu, edhe krijon një fond emergjent derisa situata e botë të rregullohet, pak më tepër. Apo mos rregullohet kur. Po dhe mos të rregullohet, ne duhet me panu prioritet qytetarin tonë. Se da ajo që ka punu ka ofruar një shërbim sot apet ka nevojë sa të populli jonë. Kështu që mi kriju një fond urgjent, mi mbështet organizata mi rrit. Ne për momentin e kemi situatën jo të mirë, sidomos sektori i rinis, 3 vitet e fundit komplet buxheti për rini është dalë në Kosovë. Kjo nuk është mos neve që thojmë se ne jemi organizata më e madhe në botë të rive, flasim edhe i monitorojmë edhe shtete tjera. Se ka ndodhur kjo ndalje e buxhetit të rinjve, si ka ardhur deri këtu dhe sa ka qenë para se të ndalej? Do thotë çdo vit Ministria sidomos për kulturë, rini dhe sport ka ndonjë një buxhet ku i ka ofru grande OJQ-ve që punojnë me rini. Ai fond para 3 viteve, tash me bëhet 30 vjet, është dalë. Nuk ka pas në arsyetim publik, disa zona kanë thonë që nuk është prioritet rinia te ministri aktual tash ata në detyrë flas, nuk ka më shumë kultura, po unë nuk personalisht si eksperte për zhvillim të rinisë, unë nuk mendoj që është korrekt. S'është korrekt se ti për shembull nuk është pas as kultura, sport nëse se ki rinin e zhvilluar, domethënë kjo është logjik shumë e thjeshtë, po nuk është me të vërtetë është shqetësuese, ka qenë edhe vazhdon me qenë, për shpresojmë që ka ndryshu ligji, nuk ka pas asnjë diskutim publik, ku ne jemi taku me ministrinë ose na kanë ftuar si ofrues shërbimeve. Mos harrojmë që organizata jonë punon me 10 lokacione, do thotë ne kemi shumica pitëve janë edhe pronatore të cilës Shtetet Bashkuara të Amerikës e partnerët tonë kanë blerë Danimarkës e tjerë, domethënë se ne jemi institucioni i cili e kemi kulturën e qëndrueshmërisë. Shumë pak na intereson kush është qeverisja, edhe nuk jemi të varrëna prej shtetit, po zoni jonë është me ofru shërbim, edhe më kohë kritik kur duhet. Mi lavdu ku duhet, kur është shumë publike, sepse nuk ndikohet financiarisht pi shtetit. Dalja fondeve për rini nuk është e mirësardhë për kërkon. Pse? Kemi për momentin rritjet numrit madh të rive rasteve dhunës. Ka nisë më pakës s'po duhet përmenda i qytet me thënë me emën, po kemi nisë më po si do qytetet që përdoret orë gjithka. Ka rritjet rasteve dhunës. Rasteve dhunës, çdo ditë ju jepni edhe lajme, për besoj rastet dhunës armbajtje të rive, rastet dhunës me thika në shkolla, rastet dhunës online. Krejt këtu, nuk jo këtu rastësisht, këtu vinë ku na nuk punojmë me të rini. Të rit nuk janë fajtor për kur gjo.
shkado që i qetë më hongër në familje, që ajo është ushqimi, që është nëse e len pa hongër, s'bush më bo nervoz pse e unë tu. Edhe prej viteve të fundit shumë pak aktivitetet të organizatave rinore, në krahasim me vite më parë, përjashtu organizatën tuaj, por kështu tjera nuk ka themilim të organizatave të reja rinore, aktivitetet në asë në komunën e Gjakovës, por edhe në komuna tjera është edhe ma keq, se për shembull komuna e Gjakovës qëndron pak më mirë, se ki organizata si Boneveti, ki YMCA normal është këto, është ma konsoliduar. Do të kemi ki plot organizata tjera lokale Gjakovë që fantastike, që bojnë një punë shumë të mirë, edhe kur ti dale në këtë rast fondet, ti nuk mundesh me bo sektori jo si sektor, se thash edhe brenda shoqërisë civile kemi sektore të ndone, sektori jon është diku shumë. Ne shpresojmë ky realitet me ndryshu për hatër gjeneratave të reja. Do të ndalem edhe pak atë që diskutuam në fillim, sepse mbeti një pyetje. Këto ndryshime nuk janë vetëm në fakt Shtetet e Bashkuara që kanë marrë një politikë më të izoluar, më të fokusuar në brenda dhe jo në projekte ndërkombëtare, por gradualisht po shohim edhe shtete tjera po shkojnë në atë drejtim. A bashkë me këta do të transformohet edhe në përgjithësi koncepti i shoqërisë civile në botë, domethënë a do të ndryshohet ajo mënyra e veprimit se si kanë vepruar organizatat jo qeveritare në botë? Të flasim këtu edhe për YMCA, domethënë a do të ndikoheni nga këto zhvillime? E përmenda fillim buxhetin, kanë filluar me USAID, a mund të vazhdojnë me tjera organizata dhe a mund të ndryshojnë përgjithësi mendësia e dhuruarit të mjeteve për organizatat qeveritare? Si personi i shoqërisë civile, unë besoj që çdo herë njerëzimi dhe njerëzit kanë minimumin e tjetrit. Domethënë është aspekti bazë, kur ka njerëzit nevojë, ne i ndihmojmë një tjetrit, që atë edhe nisë shoqëria civile, për neve si organizat, na ofër 200 vjet si institucion, ne kemi kaluar edhe luftën e parë botërore, edhe luftën e dytë botërore. Vetëm më ta jap nesha për eksperiencës të organizatës tonë që kemi një qëndrueshmëri pa marrë parasysh edhe situatave botërore. Mos harrojmë që gjatë kësaj periudhe ka pasur edhe bombe nukleare gjujt, ka pasur një që i thoni çmendori edhe pandemia, definitivisht na i kalojmë këto. Krejt i kalon, shoqënia i kalon këto, vetëm mësojmë për këtënve, edhe shohim ku i kina bo mirë, ku kina bo keq, po plot shtete e kanë fillu këtë politik, po definitivisht mendoj që duhet organizatat me mendu ma shumë për qëndrueshmëri. Fakti që Kosova ka një demokraci të re, kjo për vret edhe të shoqëria civile, do më thonë, qëtu shka pëndodh, për momentin e botë. Me ndikushme, me cenushme? Nuk për thamë, është ma letë më thy, po ma letë më dëmtu. Në këtë rast ka ndodhë që ajo, po na duhem uroj që kur ta krijojnë qeverinë, çështë që krijohet, se për neve është shumë pak e rëndësishme në kuptimin na respektojmë se cilën qeveri që vjen në Kosovë, ata janë udhëheqësit tanë të shtetit, por urojmë që sa ma shumë me jo prioritet shoqërisë civile, se mundin sidomos në Kosovë është bo shumë për këtë vend, është bo me shumë jetë humne, me shumë sfida, me shumë vështirësi printon neve të gjithëve gjeneratave tona tash që jemi në udhëheqje na kanë rrit me shumë mundoj, është për hatër tënve është na me vazhdu mi majt lirinë, se kena luftu shumë për çato si popull, edhe liria, demokracia mot me shoqërinë civile. Nëse nuk jetë punu me ta, nuk di për shkak të punës. Sa insistusën këto kërkesa, për shembull, kanë ndonjë organizim shoqërisë civile për dalë me njerë me kërkesa ndaj qeverisë sapo të themelon? Po, na kemi kriju një rrjet organizatave të edukimit jo formal, një institucion më të mëdha në shërbyse në Kosovë, ka qenë mjaft e vështirë në mandatin e kaluar, tash që u krye do të qeveria, sepse shumë që janë varë edhe prej fondeve të ministrisë, që e përmenda ti ma herët, edhe ka pas vështirësi edhe me dalë me komunikat, sepse ato drejt për drejt janë cënu. Ndryshe është për shembull për neve, desha me ndo që na Amerika për neve nuk i ka dalë fondet, përkundrazi Kosova jemi në diskutime mu bu qendër zhvillimit Ballkanit për YMCA, do thotë kemi shtetet për rreth neve të cilat presin mu zhvillu prej Kosovës. Ne kemi punu shumë në demokraci dhe kemi japat atë kartën e sinqeritetit në mes veti me SHBA, edhe ata na kanë premtuar që do të vazhdojnë të mbështesin, na kemi thonë që na jemi shumë kemi besim të madh në demokraci, edhe në lirinë e shprehjes, edhe në gjeneratat që janë të ardhur, edhe tashmet, edhe kemi kriju një marrëdhënie tepër
të shnosh, edhe kam punu shumë me neve, na jemi bu antar me punë shumë të madhe, antar në Federatën Evropiane, ku asnjë prej shteteve do të thonë edhe mike, po edhe kujshit të gjithë tonë, nuk janë ende antar, ndërsa kanë punu edhe më shumë me neve, edhe kanë lobu për Kosovën, sidomos SBA-ja, që na mu antarësu në Federatën Botnore, ku kena pas vetëm një abstenim gjatë procesit zgjedhjes në Danimark ka ndodhur, po është do të thonë Gjeneva për botë, edhe vetëm Rusia ka abstenu. Nuk ka mujtë me thonë kundër, se që me thonë kundër fëmijëve të rive që përdojnë mu antarësu dhe me një punë shumë të mirë, edhe shumë të aftë, edhe dhe më thënë ndërsa Komisioni Kryesor me njërë unanime ka votu Republikën e Kosovës për antarësim, ata është najmi të këthy Kosova, YMCA në Kosovë është të bo qendër rajonale për zhvillimin e YMCA-s në Shqipëri, në Maqedoni, do të gjithë Ballkanin perëndimor, bile ka dhe shtete edhe të tjera si Bullgaria që ka kërkuar ndihmë për Kosovën. Në rast për neve është ndjenjë fantastike që të tjerët e shohin punën tonë, edhe unë du me besu si kosovarë, du me besu që na kena shumë me japë. Këtu shka peshojmë tranzinat është sukur një është kaluse, ose sukur a di ka njerë fortunat të vinë edhe sheu del dile. Po, shpresojmë edhe për organizata tjera. Edhe për organizata tjera. Të flasim për fund edhe pak edhe për aktivitetet. Në Pjetërshan qendra u funksionalizu tërësisht? Po, është kompletu. Tash është për momentin janë të bëu do lidhje të reja të ujit. Kemi lobu shumë edhe kemi diskutime publike. Tash për fshatin, komplet fshatin Pjetërshan, komuna bashkë me KRU Gjakove ne ka një projekt përbashkë për krijimin, domethënë lidhjes ujit të pishëm për krejt fshatin, që është shumë mirë, se ideja jonë nuk është me kriju diçka që është për YMCA, se YMCA ka bu marrëveshje me SBA për 100 vjet. Sigurisht jeni të bazuar në komunitet. Asnjëja ka shteti i Kosovës në marrëveshje, ndoshta edhe ka, po nuk e dim. Na kemi marrëveshje 100 vjeçare me SBA për mos me ndryshu kjo qendër. Për shemb përpara janë qenë qendra në Deçan, që shumica për neve jemi me familje, atëherë kom situata ndryshe, te kjo është 100 vjet na nuk ja ndrojmë kësaj destinimi. Domethënë na që tu që na krejt gjallë si na mo, ajo vazhdon me qëndru, edhe normal pastaj është shtru dhe asfalti, tash është pru dhe uji, po ka uji për zhvillim të aktivitetet për momentin, edhe kemi fillu aktivitetet. Për momentin jemi të e bo, ekipi i Kosovës është të e bo praktiken, edhe të ofru kampe vetëm brenda YMCA-s. Për trite që i frekutojnë qendra tona rinore, ka njerë në aktivitet pak ma gjanë, po ose për trite YMCA-ve në vend ndërkombëtar, se për na vjen ekipi jonë mu përgatit për ofrim shërbimeve, se pastaj do të jetë hapur gjatë këtë vitit. Do të thonë, për këtë arsye kemi dërguar për momentin disa për ekipit në Gjermani, në takim evropian dhe Amerikë në Berlin, ka pas trajnimin, jemi të i dërguar disa pistafit me qëndru një kohë në Spanjë. Ati ku ta mendon Spanja se ka gjovë Kosovë, do të tas pasoshat, edhe tash edhe nuk e di. Pasaportat po, edhe sa u liru vizat, domethënë që 1 vjet tash na jemi të dërgu stafin ton Spanjë në kampet Amerik Spanjë që janë me mësu ç'është punohet në këto qendra prej komunës Gjakoves, që unë mendoj që kjo është një investim i cili në momentin nuk mund të vi pa komplet pikturën, por në afat gjatë është fantastik për komunën e Gjakovës, se ka bëkon qendër e programeve rajonale. Atë përfitojnë shumë institucione tjera këtë vit të rit. Do të thotë qendra është funksionale, vetëm nuk është hap për komplet publikun sepse duhet aftësim i ekipit më tepër. Edhe se po flasim për standarde të larta, të cilat pastaj na jemi të pas ambicjen që kjo qendër mu bo European Youth Center. Qendër evropiane, Kosova nuk e ka asnjë edhe zërmi bo, as vendet fqinje, vetëm Serbia më duket e ka një qendër tillë që është evropiane, thonë European House, në qysh na po dojmë me shku deri atje që kjo më konë edhe qendra evropiane e vendosur në Kosovë. Projekte tjera të cilat i keni në zhvillim, cilat do t'i potencoje? Për momentin, shumë është rëndësishme bashkëpunimi me kompaninë HP, HP, kompjuterat, po, që i kemi nga kompjuterat, se Kosovë shumë enjoyim, jo Dell, po këta të HP-s, që i kemi për momentin, ata kemi një marrëveshje gjatë me ta, edhe këto hub i kemi qelë në komunën, domethënë Prishtinë, Pej, Gjakov, ku të rritë mundën më ardhe dhe me kry kurse pa pagesë, edhe mu aftësu për punësim. Ka të tema të ndryshme, prej mbrojtjes ambientit, si me qelë biznese, si mu vetë financu për me hub biznese,
edhe më mësohen krejt kurset që janë pa pagesë. Mos harrojmë përmend që krejt shërbimet tona janë falas, përkundër që na nuk kemi asnjë buxhet për shtetin, ne i ofrojmë mira trive projekte, aktivitete për çdo ditë. Domethënë kemi programin me HP, me UNICEF keni partneritet shumë të mirë. Sot është një punëtori ka ndodhur në komunën e Gjakovës, në shkollën e gjimnazit, ku do të trit ka mujt më apliku dhe për ide, për grande, për mundësi mbështetje, për sidomos për lirin e shprehjes që lidhet me fake news ose real news. Edhe i mësojmë adoleshent çish me kuptu kur është fake news ose i rrem. Apo do thotë është të zhvillu diçka e tillë, programe të tjera kemi në komunën e Pejës për punësimin e trive me sos fshatin dhe qeverinë gjermane. Ne kemi një program që i mësojmë çish me gjetë punë trit që është një term që tash më shumë ka marrë në Kosovë, anglisht i thonë NEET, Not an Education and Training. Një ri ose një person që nuk është as në edukim, do të thotë është shkollu, as nuk ka një trajnim, po është i papunë. Do të thotë dikush që ka Arsim profesional faktikisht. I thojmë të na po këta të rinj të cilë që ka hupi kontaktin me rrethet. Është shpe, dikush me familjes je pak parë. Si identifikoni këtu? Është një ndër tash kemë pa për media edhe në për punë që vendet, sidomos Zvicra, Gjermania, janë shumë të interesuar për Kosovën që të programe, se na nuk e kemi si kulturë, na i shohim të apo është i papunë për dikon. Po na nuk e kuptojmë që ajo është edhe në patrajnime, domethënë, e që ato ekziston që ky termi mangat, që është edhe jashtë punës, edhe jashtë trajnimit, tash çysh mi gjetë. Mi gjetë është shumë zërë. Jo, ata shumë rrallë marrin motivimin me shku për regjistru që janë pa punë, edhe janë mbyllën e veti. Prit ditë do parë për i pi kafe tikun, edhe çashtu është ditë aty e ajo nuk din çka më punu fundit. Kjo është puna jonë që na i kemi punëtor të rinjor, profesionistat të cilë dalin në terren edhe i gjejnë. Ata mund të bëjnë një ri që është lyp diku në rrugë, ose një ri që i ka krejt familjen e rregull, po që vetë është i papunë dhe do të krejt familje ka shteti po vetë është shoqë, do thotë e për këtë bëjmë thirrje që dhe familjar duhet me luajtur rol, kur e dim që kemi një të ri, thërni në YMCA, thërni në organizata tjera. Që ne këtë treo, shkoni me ta, hesni me ta, pini një kafe me ta dhe thuqërë se qëto është një mundësi, pse s'për shkojmë, hajde për shkojmë bashkë. Do thotë, ne duhet mi afru të rrit, mi dashtu ma tepër, mu kujdes, sidomos të koha teknologjisë, adoleshent ka shumë probleme shëndet mendor, të rritë përgjithësi, pa aplikojnë për puna, nuk mundën mi gjevë vetën. E tash po flasëm për diçka që i thojmë meaningful work, me punë që ka një kuptim të mirë, që ti dënë mukonet që atë punë. Këto janë tema që edhe globalisht që të ngrit. Shkollat, imi të planifikuar me hinë për shkolla ma tepër me punu, vanë se të rritë marrë vetëm të na me shku edhe në shkolla, programet ndërkombëtare si vjetë janë sukur para pandemisë që i kemi pas, që tash më duket e ka përfundu pandemia neve. Si vjetë kemi javën e ardhshme një grup shkojnë i trive të komunës Gjakovës, për flasë vetëm për Gjakovën, ashtu se jemi këtu, komunë Gjakovës që të shku në Suedi, një grup i trive, grupet e Suedis YMCA Skadar, tash ato tri tonë komunës po shkojnë atje, kemi një grup bukur të madh që shkojnë në Danimark me një festival ndërkombëtar të trive e verë, ata kanë ardhur, edhe Danimarka ka shkollat e Danimarkës që kemi finalizuar një marrëveshje që më ardhë dhe kam Pjetershan 2 herë në vjet, 2 shkolla prej Danimarkës. Marrëveshja është për 3 vjet, pastaj ka thonë për 6 vjet edhe për 10 vjet, mos ka nevojë për marrëveshje, jemi partner afatgjat. Do të jemi të bu shkado që pëmullim atë fuqinë që e kena, po definitivisht duhet shteti mu afru me neve. Ne jemi të përvu mu afru, po jemi sikur të huaj në vendin tonë. E kam përshtypjen ndonjëherë, nuk keni komunikim shumë të madh me zyrtarët shtetëror, nuk na pranojnë për takime. Nuk ju pranojnë. Përkundër faktit që për shembull ne jemi organizata më e madhe botë të rive, ku keni kërkuar takim dhe nuk ju kanë pranuar? Në Ministrinë e Rinisë, bile i raport po e thamë publikisht që ka pasur rastin që e kemi caktuar takimin, kemi shku takim, edhe kemi prit, edhe ministri i marrë ka pa dhe ka vazhdu, edhe ka mbyll derën. Ne ka lënë ul të karrik. O shkon mënyra ma pushnuese që mund është bëu dikujt i cili ka shërbyer që ka shumë vendet, po folë edhe si organizat, edhe kur gjoj kemi marrë çadër edhe kemi shku shpe.
Do thotë këtu janë konsjellet të cilat janë të paimagjinueshme në diplomacinë ndërkombëtare. Se tash pronoti më shku që të mujt ka më shku në Amerikë, edhe pra besoj më shku në Amerikë edhe ai zotnia për shembull aty mos më prit. Është na ku të koordinohen për takime, nuk e ki mesin, e ki që të orën që takim. Ajo më ardhë dhe krejt stofi e bilemi vetëm api din ministri që kina mu taku me neve, po a ditha vetëm s'pedi pse. Do të ministri mbyllim shike ministri, edhe morëm qonë të shku, mund tash me shku me të rokit në përdyrë, nuk kemi në institucion serios. Si institucion, jemi këshillëdhënës në shtetet anëtare të Kombeve të Bashkuara. Organizata OKB-ja ose UN-i që ngjojnë Kosovë, është institucioni më i madh në botë që i mbledh këtë shtet, na po mundohem si shtet mu antarësu atë. Institucioni jonë ka karrik permanente. Na jemi 2 vjet mas u bë UN-i, YMCA ka karrik permanente këshillëdhënës. Ne i këshillojmë shtetet lidhur me të rinj. Kemi 1.8 miliard të rinj në botë. Edhe ne i këshillojmë vendet, nuk presim me pas na. Edhe zyrtar tjerë kanë pas kësi qasje ndaj YMCA? Na ma shumë punojmë me Ministrinë e Rinisë. Kemi pas Ministrinë për shembull diasporës, ju kohë shumë mirë, nuk kemi pas, shka kena edhe bashkëpunu pakës në mes vete me programet e diasporës. Kena bashkëpunu, po Ministria e Rinisë komplet i ka mbyll dyert e Rinisë, e kjo nuk është. Unë e mendoj njërin e anë ka mujt me qenë padia, do të thonë ashtu nuk kam pas informatë pse është rëndësishme rinia, po anën tjetër ne nuk kena ignoranta me kuptu se cili njeri rritën që shteti duhet mi dash të rrit, ata s'janë të hujt, ata fëmijët tanë janë. Ne duhet me kriju mundësi. Për shembull, kemi raste nuk është kriju asnjë qendër rinore gjatë mandatit, nuk është ndërtuar një qendër rinore, nuk kemi pa një lajm, ju jepni lajme, këtu japni lajme, RTK japni lajme, institucione tjera private, nuk kemi asnjë qendër të rinisë të hapne në njëri mbi komunave. Nuk do të thonë kur jetë qeveri, kushdo që vjen qeveri, tash qeveria e re vjen, kudo që jeti si qeveri, ti shërben të gjithëve, edhe atyve që të kanë votu, edhe atyve që s'kanë votu. Për shembull se ata që nuk kanë votu, prap ty të kanë president ose kryeministër. E në këtë rast, na duhet mu hap me mindseti edhe jo me shku me ndërtu diçka në komuna që më kanë votu. Kjo mindset me mënyrë e vjetër të mendunit. Fëmijët tanë, s'ka lidhje ata jetojnë në Prizren, Gjilana, Peja, Gjakova, Prishtinë. Ata janë fëmijët tanë. Na duhem të gjithë spashku mu mbledh, mu parafru, edhe me mundu me gjithë një konsensus sa më të mirë që qysh mi zhvillu vendin, qysh mi zhvillu gjërat. Ne kemi, është të ardhi epidemi të gjeneratat e rejat e shëndetit me ndorë. Ne kemi probleme të mëdha me teknologji. Të rritë tonë, kemi pas rastet e në komunën e Gjakovës, e cila është komuna e parë dhe vetme që o dalë publike me rastet e dhunës që është bo prej TikTokit. Kemi raste ka shumë në për Kosovë. Të shkon fëmija në spital për tentim vetë vrasje, nuk din as prindi me kuptu pse i ka ndodhë. Këto shteti duhet të pas platforme dhe investime, shka është në pyetje, hajde i edukojmë fëmijët, mas mirë të që është më të shpe, i afrojmë, i dojmë, i këqyrim, ju me bo, s'me tha me bo a i gorë, mos më konë serios në investimit, mi nalë fondet, se më tash fillim ma herë, se kërruajmë se, na petina qëtu. I kina pa krejt luftat botnore, kina kriju sene që shërbejnë, nuk me kërkojmë si organizat trajtim të veçantë. Se na kemi obligim me ngritë zonin për atëve që nuk kanë zonë ose kanë zonën e lartë. Se për neve kaluse, vjen një qeveri, shkon një qeveri tjetër, rëndësi është... Po çfarë duhet bëjë për shembull ekzekutivi i ardhshëm, kurdo që është në qeveri? Cilat do të jenë 3 prioritetet kryesore sipas jush duhet të ndërmerret dhe në raport me ju dhe në organizatat? Buxhetin e tham? Buxheti, për shembull, a ka nevojë ndonjë ndryshim i bazës ligjore diçka apo? Po, janë disa elemente. Një, Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport, e cila thirrën si Ministria e Kulturës, Rini dhe Sport, nuk mund me ja për shembull gati 4 milion për kulturë në vit, edhe mi pas 0 për indi. Nuk është korrekt. Nëse i ki 3 digastere, i ndojnë 3 bos nevojës, që është një të aspekti financiar. Tjetër, Kosova është amandamentu ligji për rini, i cili është bukur jo efektiv në përkthim. Do më thonë, ku ta përkthen në praktik, ka vështirësi, sidomos të elementi i komisionit, do më thonë, grupi më i lartë vendimarrës për rini, nuk ka karrik shoqëria civile. Tash, na e dim që edhe printojnë, nuk e kuptojmë fort mirë që na funksionojmë gjenerata jonë. Sukur na nuk e kuptojmë gjeneratën tjetër, se secila gjenerat vjen më ndryshe. Tash llogaritë
pozita ma e lartë për rini në vend tonin, është kryeministri dhe janë ministrat. Kur do që vjen? Aja nuk mund me... Da kemi bo ankes, kemi shkru komentet tona, para se më përfundu, para se më votu, ku kemi thonë që duhet me pas karrik për shoqëritë civile që punojnë me rini. Se ti për shembull nuk mund është nëse vjen një kryeministër nesa, mas 10 vjetë, i cili ka qasje antidemokratike. Edhe ti, ai personi nuk e merr për bazë rinin hiç, ai bën shkandë, bën këto komunizëm e është. Në këtë rast nuk është në rregull. E bjen karrik edhe i re ose organizatat, jo vetëm na, po edhe tjera të mëdha, japi, do të thonë ligji duhet më adaptu, sepse në European Youth Forum, i cili është institucioni evropian më i madh i rinis, i cili ndikon në buxhetet e Evropë, do të thonë pjesë të madhe ndikon, janë krejt shtetet anëtare të cilat përfaqësohen nga grupet rinore. Ata tregojnë çka mendojnë të rinjtë e Evropës, ndajmi kemi ambicie ka Evropa, që ne pa anojmë. E tash kur e keni ligj tillë, që rinia nuk është ligjin e rinis, nuk është vendimor, se çat pozit automatikisht në s'kena drejt mu pradu. E ndajmi të lobusi YMCA, kjo duhet mu ndryshu, kushdo që vje qeveria ardhshme dhe Komisioni për Rini, arsim që është zakonisht në parlament, do të mundohem me shty, sepse në këtë, në është apis gjas pak për përvojmë, është vetëm po e minutat e fundit për mirë, regull, ta përfundojmë këtë pjesë. European Youth Forum, ose forumi i trive evropian, përbohet prej shteteve të cilat janë anëtare. Edhe ato që nuk janë, po shumica që janë, e si organizatna jene në për këtë shtete. Edhe jemi në për secilin shtet që merr pjesë atë. Përveç të Serbia, nuk jene edhe ata do këtë përmetin e kanë observatori, kanë vëzhgusve të nuk janë, na përdojmë u konë anëtarë. Normal që ki vende aty është edhe Rusia, për shembull, dhe ata kanë me provu me përdorë kundër neve. Ashtu se ata thojnë Kosovës po dojmë i pas brenda. Ma parasysh që për rini, ne kemi mjaft shteta aty që i dajmë prezant që mundu me lëbu, me ndihmu procesit. Tash shteti jo duhet me punu afër neve që po dojmë i shty Kosovën në agjenda ndërkombëtare. Edhe jo mos me ftu ty di ftesë mu taku me ministrin e ri, neve nuk na ka ardhur. Që 4 vjet. Tash 5 të buhet. E kjo duhet me ndryshu. Tash ajo kry, është pjesë tjetër, për shpresoj që kushdo që merr mandatin e ri, prioritet e vendosin në rinin. Tritjen ka shkuar jashtë, trit jenë sfidë madhe me teknologji, tritjen shumë të hupën, s'pedi shka me zgjedhje profesioneve, s'pedi shka kërkohet që çdo ditë me ndryshojnë semet, ne duam prioritet me vendos rinin. Edhe jo vetëm me fjalë, në për që obajten që ketash këtu kampanja politike, po me vepra. Vepra matet edhe me laps, me bugjet, se do në vi pi Gjakovës, po edhe me, ja qëtë pak es lapsin me bugjet, edhe me politikë bërje demokratike. Normal, në marrëdhënie të mira me aleat tonë, me SBA-n, Mbretërinë e Bashkuar, Gjermaninë, Zvicrës, vendet skandinave, sepse këtu janë vende që na, si organizator rinor, dojmë i dërgu të rritë tonë. Na dojmë mi orientu të rritë tonë në qatë të rritëm, mi pa ata qatë shembull të mirë të jetesës, qatë shembull të emancipimit në shkencë, në artë, në sport, na që aty për dojmë i dërgu të rritë. Edhe kjo është zoni jonë. Këta dërgojmë të vende, jo i thëmë të regulloni përmisoni marrëdhëniet me krejt, ata që janë pro-Kosovës, edhe hapna neve dyrë se na kena me dërgu edhe të rriton me studiu në Amerikë. Kësi ki punë me ta mirë, normal që nuk mund është me dërgu. Mirë, edhe liberalizimi i vizave ishte një farhapje dere. Është, një punë e bone për shumë gjeneratave. Faleminderit shumë për një që mora pak më tepër minuta. Faleminderit për këtë intervistë. Takomi sigurisht një intervistat e radhës edhe faleminderit për gjitha shtjellimet e gjithë situatës në cilën po kalon shoqëria civile në botë dhe në Kosovë. Faleminderit. Shikues të nderuar, ndoqët intervistën me Dorina Luka Davis, drejtoresh e organizatës YMCA në Kosovë, diskutuan për problemet me cilat ballafaqohen organizatat e shoqërisë civile, edhe në botë ka zhvillimeve që po ndodhin dinamike në botë, por edhe me problemet e organizatave rinore në Kosovë. Faleminderit që na ndoqët, takohemi javën e ardhshme, të shtunën e ardhshme, pra prej orës 19:30. Mirëmbëngjes.